Transporti urban në Vlorë vijon të jetë një problematik për qytetarët që e përdorin veçanërisht gjatë sezonit veror. Kur tashmë sezoni ka nisur, qytetarët pushues vendas dhe të huaj përballen me pasojat. Sipas tyre të shumtë janë përdoruesit e transportit urban, të cilët, siç tregojnë edhe vetë, detyrohen që për minuta me radhë të presin në diell pasi mungojnë stacione të përshtatshme urbane me infrastrukturën e nevojshme. Ka qenë një atje poshtë edhe hoqen. Tash neve vim këtu, ai duhet ishte ai stacioni atje. Ne edhim që i vendas, edhim që këtu stacioni autobusit, edhe edhim. Do një huaj pasë me të pjotur. Atje për shumë pa një stre kur bie shia ne vim futemi në çadëret të këto. Po masa do i rregullojnë çadëret. Më shqetësues është fakti që nuk ka asnjë informacion mbi oraret e linjave brenda qytetit. Ne jemi pa orar, s'kemi orar. S'ka orar. Po e ketë vështirë, mos prit. Se ke rri. Çfarë? Kur të zë. Oraret, ne çfarë themi ne po rrim, po presim. Sa presim? Pa dhe gjysmore pret. Evident është fakti se edhe pse kushtuan miliona lek, tabelat informuese për orare dhe destinacionet e urbanit asnjë ditë vetme nuk kanë funksionuar, ndërkohë që në qytet dhe në zonat që janë rehabilituar së fundmi nuk janë ndërtuar streha të posaçme për të pritur udhëtarët autobusin. Ndërkohë në bashki thonë se projekti është gati për ndërhyrje në infrastrukturën e stacioneve urbane në Vlorë.